Pastaj këto pjesët e stadiumeve klasike janë vjetër. Jo, stadiumi i ri. Po velodromi për shembull mbahet në stadiumet që ka akustikë më të Përveç madhe. faktit që ky stadiumi jonë është i ri, a është i krahasueshëm Sigurisht. me këto më të bukurit që keni parë? Është i krahasueshëm. Është. Vetëm se s'ka kapacitetin ndoshta për aty. Po për arkitekturë është më të bukurit. Tek niveli tek numri i spektatorëve, sepse këtu ka një numër relativisht vogël për Të madh për ne po të vogël për për Europën. ne, po në krahasim me stadiumet europiane është një numër i vogël. Do të thonë ato e kanë mesatarën që 60.000 vende. 60.000-70.000 vende, domethënë. Po me këto rajonit për Wembley shembull është ishte diçka domethënë. Po s'ka Kroacia s'ka. 80.000. Hash Netflix atë mos e kisha pa. Pushtimin e Wembleyt për finalen e kampionatit evropian. Tifoz nuk e di domethënë, përpara ndeshjes aty ishte e pabesueshme, po flas para ndeshjes 4 orë përpara, jo 1 orë përpara, domethënë. Ishte diçka e jashtëzakonshme Wembley. Edhe pjesa mbrapa, pastaj pas ndeshjes, atmosfera që krijohej. Gjithë ajo zona aty domethënë ishte vetëm njerëz, atmosferë, alkool, fest. Në Anglia do dihet domethënë është Pash të Por që nga pati këtë pushtimin e kam parë, por që në finalin evropian. akustika, nga atmosfera që krijohej në stadium Hampden Park i Glasgow ishte shumë i veçantë. Shumë në atë ndeshje që kemi qenë ne, kapaciteti duke 70.000, 75.000 është i gjithë stadiumit, është një stadium në një formë ovale, po nuk ishte i mbushur plot, ishte diku ke 60-70%, por kur bëheshe në kapacitet full, krijohej një atmosferë.